Nisja e sezonit turistik ka nxitur edhe rritjen e aktiviteteve të paligjshme në vijën bregdetare, ku ka fluks të lartë pushuesish gjatë verës. Një rast i trafikimit dhe shfrytëzimit për prostitucion nga shtetase të huaja është goditur sot në qytetin bregdetar të Vlorës. Specialistët për hetimin e trafiqeve njoftuan se referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim brazilianen 29 vjeçe për veprat penale, trafikimi i personave të rritur me qëllim shfrytëzimin për prostitucion dhe shfrytëzimi i prostitucionit. E kërkuara dyshohet se një apartament në lagjen Leth Sallata shfrytëzonte për prostitucion 2 shtetase braziliane, përkatësisht 34 dhe 30 vjeçe. Këto 2 shtetase u proceduan në gjendje të lirë për veprën penale prostitucion. Të dyshuarat në hetim u morën në pyetje para se të liheshin në gjendje të lirë, ku kanë rrëfyer edhe se kush i kishte rekrutuar dhe shfrytëzuar.